Pianistja Ardita Satovsi, recital më 17 mars në Washington. Muzika është gjuhë universale që lidh kulturat. Pedagogja e Washington Conservatory of Music, pianista shqiptare nga Kosova, Ardita Satovsi, do të mbajë më 17 mars një koncert recital në sallën prestigjioze La Maison Française në Washington DC, një aktivitet që pritet të tërheqë interes të madh të publikut të muzikës klasike. Satovsi u shpreh se çdo koncert është një moment i veçantë emocional për një artist. Sipas saj, muzika është një univers i jashtëzakonshëm që ruan historinë e njerëzimit dhe jep mundësi dëgjuesit të udhtojnë në kohë përmes tingujve të epokave të ndryshme. Pianista thekson se për koncertin e 17 marsit është përgatitur intensivisht dhe interesimi për bileta ka qenë i madh. Recitali do përfshijë një program të larmishëm artistik me vepra nga kompozitorët të mëdhenj të muzikës klasike si Franz Schubert, Johannes Brahms dhe Maurice Ravel, por dhe një vepër nga kompozitori kosovar Farid Beqiri. Sipas saj, kjo zgjedhje artistike synon të krijojë një urmë mes traditës muzikës klasike botërore dhe krijimtarisë shqiptare. Pianista thekson se përmes koncerteve të saj në vendet të ndryshme të botës përpiqet gjithmonë të prezantojë dhe muzikën shqiptare. E kujton se kur shkoi në moshën 15 vjeçare për studime në Mozarteum University në Salzburg, në rrugtimin e saj ndërkombëtar, Satovsi ka performuar disa nga sallat më prestigjioze të botës në Musikverein në Vjenë, në Elbphilharmonie në Gjermani, si në shumë skena të njohura nga Evropa, Azia dhe Shtetet e Bashkuara. Artistja thekson se përfaqësimi i kulturës shqiptare në skenat ndërkombëtare është një përgjegjësi e madhe, pasi muzika klasike ka standarde të larta që janë vendosur në të shekuj nga figura të mëdha si Johann Sebastian Bach dhe Wolfgang Amadeus Mozart.